Me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, qyteti bregdetar i Vlorës po vijon të plotësohet me dekorin festiv. Në qytet ka nisur prej fillimit të muajit nëntor vendosja e flamujve kuqezi në rrugët dhe sheshet kryesore të Vlorës. Dekori i festave të nëntorit, i cili po vijon të plotësohet ditë pas dite, duke i dhënë Vlorës ngjyrat kuqezi karakteristike për festat e pavarësisë. Bulevardi Ismail Qemali edhe për vet emrin që mbart, po vishet në total me ngjyrat kombëtare. Përgjatë gjithë gjatësisë së tij, ka nisur vendosja e flamujve kuqezinj, por këtë vit, ndryshe nga vitet e mëparshme, flamuj do të jenë më të shumtë në numër, por edhe të vendosur aty në çdo anë të qarkullimit rrugor në këtë bulevard. Prej pamjeve që po ndiqnin në ekran, të cilat janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të diel, duket plotësimi i dekorit festiv, me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit. Në bulevard, flamujt kombëtar do të vendosen në shtyllat e ndriçimit rrugor, ashtu si edhe një vit më parë. Në çdo sens të qarkullimit të këmbësorëve në trotuar, do të ketë flamuj të vendosur. Drejtimi i tyre do të jetë për nga trotuarët e këmbësorëve për t'i ndryshuar atmosferën këtyre të fundit dhe për t'i dhënë një identitet kombëtar. Flamujt janë kapur për të mos si marera, çka mund të sjellë dëmtimin e tyre, por edhe një pamje as pak të hishme të simbolit kombëtar, ndikuar edhe nga eksperienca e viteve të kaluara. Ndërkohë që nuk mbetet me kaq, pasi ky bulevard do të ketë flamuj kuqezinj edhe sipër rrugës, se ku kalojnë automjetet në të dyja senset e qarkullimit në bulevard, do të ketë vendosur 2 flamuj kuqezinj me madhësi mesatare që do të qëndrojnë aty. Por gjithashtu edhe vargu me flamuj në formë trekëndëshi që do të jenë mes tyre, duke shtuar simbolin kombëtar në gjatësinë e segmentit rrugor. Vlen të theksohet se flamuj të shumt kuqezinj janë vendosur edhe në sheshin e flamurit në Vlorë. Në sheshin e Pavarësisë, më i rëndësishmi në rang vendi për shqiptarët e trevave dhe njëkohësisht vendi se ku do të zhvillohet ceremonia zyrtare me rastin e festave të nëntorit.